Jemi rikthyer në studio dhe kemi kuptuar që në kaq kohë që ne bëjmë emision, shëndeti i përgjithshëm, po sidomos shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm për ne. E dim që jetojmë në një kohë ku stresi është bërë pjesë e pashmangshme e jetës. Trupi lodhet, mendja nganjëherë pushon, dhe shpeshherë kërkojmë zgjidhje të shpejta pa kuptuar që përgjigjja mund të jetë totalisht e thjeshtë. Aromat, na lejoni t'ju themi, kanë fuqinë, na qetësojnë, na zgjojnë kujtimet, ndikojnë në humor, por edhe në gjendjen tonë të përgjithshme mendore. Sot aromaterapia nuk është vetëm një ndjesi e këndshme, por përdoret edhe si një mjet balance për mbështetje psikologjike. Për të kuptuar cilat janë të mirat që na vijnë nga aromat e mira, jemi në studio me një psikologe, mikesh e studiove tona, Ermela Shllaku. Mirë se vjen, vitë mbarë për ty, kënaqësi gjithmonë. Mirë, e nisim nga fillimi. Çfarë është aromaterapia dhe çfarë ndikimi kanë aromat e mira në ditën tonë? Në fakt, nga vetë emri, aromaterapia është një metodë natyrale e kujdesit për shëndetin fizik, por edhe për shëndetin mendor. Në fakt, duhet thënë që shëndeti mendor është shumë i lidhur me shëndetin fizik. Sa më mirë të jetë gjendja mentale, aq më mirë është edhe gjendja fizike. Në bazë të aromaterapisë, pra të kësaj lloji terapie që duket sikur ka lindur së fundmi si term, por në fakt ka përardhje shumë të lartë, pikërisht. Qëndron në thelb, pra qëndron përdorimi i atyre vajrave esenciali, aromave të cilat lidhen shumë ngushtë me kujtesën tonë, me kujtimet tona, me ato ngjarjet e bukura që ne kemi përjetuar, e në fakt duke qenë se këto vajra kanë substancë të përqendruar, ndikimi i tyre në trurin tonë është shumë më i fortë dhe është i drejtë për drejtë. Më së drejtë. Ermela, unë do ta lidh me shtëpinë, oazë i qetësisë edhe i shlodhjes. Çfarë ndodh nëse ne kemi një aromë të përhershme të mirë në shtëpinë tonë dhe sapo hym në derë, e ndjejmë atë aromën e mirë, a na sjell kjo në vetvete relaks, shlodhje? Patjetër, drejt për drejt. Shqisa e cila aktivizohet menjëherë është shqisja e nuhatjes, nuk ka një ndërmjetës në mes, por është e drejt për drejt. Dhe sapo ato molekulat e kësaj arome të futen në hundën tonë dhe më pas shkojnë drejt për drejt në sistemin limbik të trurit, i cili është përgjegjës për këtë pjesën e kujtesës, stresit, për gjendjen emocionale, dhe aty shërben si katalizator, qetëson nëse ne jemi në një gjendje ankthi, ose nëse kemi përjetuar një rutinë të vrullshme, ose nëse ne qetësohemi vetëm përmes në mënyrë të ndoshta ndonjëherë dhe nuk e kuptojmë si ndodh përpos faktit që është shtëpia dhe me edhe patjetër që është vendi ku ne gjejmë atë qetësinë tonë, po ndikon dhe aroma në mënyrën se si ne relaksohemi, ndikon direkt në mënyrën e mendimit, në uljen e irritimit nëse jemi shumë të irrituar, të stresuar, ka një ndikim të drejtë për drejtë në sistemin limbik të trurit. Në cilat raste shërben është e dobishme? Shërben në shëndetin e përgjithshëm të njeriut. Në raste kur ne ndjejmë pak ankth, jemi pak stresuar, jemi pak mërzitur, nuk kemi patur një ditë të mirë, kemi të bëjmë me këto raste që zgjidhjen e gjejmë vetëm tek nuhatja e thellë e një arome të mirë? Patjetër. Shiko, duhet theksuar që aromaterapia nuk zëvendëson as doktorin, as psikologun, as terapistin. Pra nuk është zgjidhja e vetme. Por është mirëqenie. Ka një ndikim, po. Është mirëqenie dhe ka një ndikim të drejtë për drejtë në organizmin tonë. Kështu që në fakt sugjerohet dhe përdoret dhe si mënyrë tek individët të cilët vuajnë nga ankthi, tek individët të cilët kanë episode paniku shpeshherë, dhe prandaj sugjerohet një frymarrje e thellë, dhe kjo frymarrje nëse shoqërohet dhe me këto aromat e mira, ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në gjendjen emocionale të individit. Duke qenë një individ i cili ka një gjendje emocionale më stabël, ndodhet më larg këtyre episodeve të ankthit, edhe rritet dhe mënyra e përqendrimit e mendimit të tij. Pra janë të gërshëtuara të gjitha së bashku dhe prandaj aromaterapia sugjerohet për këta. Unë do doja të ndalesha edhe tek gjumi, duke qenë se teksa kemi folur edhe me shumë kënd që në ndjek si një nga problemet më të shpeshta, mos vallë fakti që ne ndërtojmë një habitat me aromën që duam në shtëpinë tonë, dhe kjo e bën më familjare për ne dhe për mënyrën se si ne funksionojmë. Rregullon rrjedhimisht edhe orarin ton të gjumit? Patjetër që po. Është shumë e rëndësishme që mos ta ngarkojmë
Pra duke dashur që ne të krijojmë atë zonën tonë të rahatis, edhe të kemi një gjumë më të mirë, mund të përdorim shpeshherë dhe shumë aroma, po është shumë e rëndësishme të gjejmë një aromë specifike e cila ndikon drejt për drejt tek ne. Individ të ndryshëm kanë aroma të ndryshme. Disa përqen livandon, e cila është karakteristik për qetësim, për këtë pjesën e uljes së ankthit, e uljes së stresit. Disa të tjerë përqejnë rozmarinën, e cila rrit përqendrimin, është shumë e mirë. Dikush menten që sjell atë pjesën e freskisë, pra por jo, nuk do sugjeroja kombinimin e të gjitha këtyre, sepse një aromë e preferuar do ndihmoj patjetër edhe në një gjumë të mirë. Edhe në dhomën të krijojmë atë rutina para gjumit është shumë e rëndësishme për një gjumë të mirë. Pra, larg patjetër aparatave celular, nëse vuajmë nga pagjumësia, një dritë më ulët, ndoshta edhe një jo muzikë, po një ritëm më i qetë që të ndihmon në vendosjen e individit në gjumë. Një melodi, mund të jetë një melodi. Shoqëruar dhe me aromë të mirë. Nga ajo çfarë ne po diskutojmë në studio, kuptoj që qetësia mendore praktikisht na vjen nga shqisat, nuk është me thellësa. Në këtë rast konkretisht nuhatja kur kemi bëjmë me një aromë të mirë. Patjetër. Shiko, çdo problematikë e shëndetit mendor ka të aktivizuar të gjitha shqisat. Edhe në momentin që ndodhemi në atak paniku, ne kemi të gjithë shqisat në sistem alarmi. Jemi vazhdimisht në mekanizma mbrojtës për të parë atë çka paraqet rrezik për ne. Dhe në këtë mënyrë duhet të përpiqemi, e mira është të përpiqemi të vendosim një gjendje qetësie këto shqisat që ne na paralajmërojnë se është diçka në rrezik. Aromaterapia, për shembull, është shumë e mirë sepse përveç se ndikon në mënyrën se si individi ndihet, e shpërqendron nga problemi, nga ajo çka ata janë të fokusuar. Pra nëse individët për momentin po përjetojnë një situatë post-traumatik, për shkak të një ngjarjeve traumatike, në momentin që angazhohen, se janë detaje shumë të vogla, po në momentin që angazhohen për të gjetur atë aromën e tyre, duke u marrë me atë pjesën e rutinës, si ta krijojnë ambientin familjar, tashmë vëmendja është shkëputur nga problemi që ata i shqetëson, por është fokusuar te aromaterapia. Pra, e kërkojmë zgjidhjen në qiell dhe kemi në tokë. Ermela, çfarë mund të themi për sipërmarrësit, ata të cilët mundohen me çdo kusht të krijojnë një habitat shumë të mirë për punojësit e tyre. Dhe dim tetor të ulur një karrige përpara ekranit, rrezetimit, vetë qëndrimit të jep një stres. A duhet kujdesen dhe bizneset për aromën që kanë këto ambiente për të krijuar një ambient sa më të këndshëm për ata që kontribuojnë në fund ditës për biznesin e tyre? Kjo do ishte idealja. Në fakt shumë biznese kanë filluar ta bëjnë edhe shumë mirë bëjnë, sepse është shumë e rëndësishme që nëse ne nuk kemi një ambient pune që ka një dritë të mjaftueshme, sepse edhe drita natyrale është shumë e rëndësishme, sidomos nëse kemi të bëjmë me një punë tetorarshe dhe sidomos nëse kemi të bëjmë me një punë që ndodhem para një kompjuteri. Pra, gjithë energjia, gjithë fokusi, gjithë vëmendja jote është e përqendruar në një është adresuar në një pikë caktuar. Dhe prandaj përpiqemi që me anë të shqisave të tjera të kemi disa subjekte rreth rrotull, disa elemente të cilat na ndihmojnë. Në mos drita, që do ishte akoma dhe më e mirë dhe idealja, pa përmendur një pamje të bukur që do ishte. Pastaj kërkon që zyrat i kemi një pjesë mirë Tiranës, por aroma. Aroma do ishte shumë e mirë. Aroma të buta, pra jo ato të fortat, jo ato që e bëjnë ambientin të ndihet mos të ndihet pra aroma të përshtatemi. I përkasin një natyre biznesi ato, po flasim për një vënd ku punojësit janë aktiv gjatë. Po, të shkrihet pra aroma midis të gjithve. Për shembull, unë do vazhdoja të thoja aroma livandos, është shumë në disa ambiente pune që kam frekuentuar. Është shumë qetësues dhe produktiv, sepse në këtë mënyrë punojësit janë më të përqendruar, pra rrit përqendrimin, nuk ka element ngacmues negativ rreth rrotull dhe në këtë mënyrë ata ndihen më të fokusuar. Nuk shohin orën se kur mbaron puna. E drejtë, në fakt duket sikur në momentin që hyn ambientet e një biznesi, qoftë në hallin, qoftë në një zyrë, qoftë edhe në tualet, duket sikur ajo aroma e mirë e bën vendin
më mikpritës. Patjetër. Dhe lë tek njeriu, duke qenë se aroma ndikon në sistemin limbik, siç thash, i cili është përgjegjës gjithashtu dhe për kujtesën, regjistron tek njeriu episode të tilla, të cilat i zgjojnë atij dëshirën për të riardhur përsëri, ose i zgjojnë atij dëshirën për ta ribërë si sken. Nuk e di nëse ju ka ndodhur, për shembull një kliente po më thoshte që ndjehet shumë mirë kur ndjen aromën e librave të rinj. Dhe kjo lidhur me fëmijërinë e saj, pra i kujtohej pjesa e fëmijërisë ku merrnim ato librat e rinj me shumë dëshirën për të filluar ditën e parë të shkollës dhe i rikthehej e gjithë fëmijëria e saj. Pra ajo aroma truri i saj e ka regjistruar me të gjithë episodin që ndodh më pas dhe në këtë mënyrë ka kujtime të bukura. Erbela Blejo, po ndënës, thirrje publike për ju kjo, në qoftë se doni që punonjësit tuaj të vinë me shumë qejf të punë, thjesht aplikoni një aromë të mirë në vendin e punës dhe ata do duan të rikthehen. Konstatimi i drejtë apo jo? Po, shumë i drejtë. Për ty një aromë që të kthehen në fëmijëri? Një aromë që më kthej në fëmijëri, përveç aromës së ushqimeve që gatuan dhe gjyshja, nëna, është aroma karafilit. Më pëlqen shumë. Keni patur shumë lule? Po, sepse në fëmijërinë time kam pasur një obor me rrotull dhe e gjeja veten duke luajtur në një cep dhe ky cep kishte pikërisht këto karafilat. Unë patjetër që atëherë nuk e kuptoja, nuk dija emrin se bëhet fjalë për moshën 4-5 vjeçare, por e kam konstatuar këtë gjë kur jam rritur dhe kam kuptuar që po lidhet me episodet e mia të lumtura të fëmijërisë dhe patjetër që aroma është regjistruar në trup. Kështu që imagjino se sa kujdes duhet kenë prindrit kur kanë fëmijë të vegjël në shtëpi për të patur aromat e duhura, sepse me ata aromë do lidhen shumë kujtime të rëndësishme të vegjëlisë së tyre dhe kur të rriten aromat do mbetet gjithmonë një kujtim për ta. Do bëhemi gati që t'i tregojmë publikut një alternativë jashtëzakonisht të mirë për sa i përket mënyrës se si mund ta zgjedhin aromën për shtëpinë e tyre, për biznesin e tyre dhe sigurisht të kurojnë çdo hapësirë jo vetëm për të prezantuar mirë, po për të jetuar mirë me mirëqenie, se në fundit aroma është kujdes për vete. Erbela, faleminderit shumë që na ftillove sa të rëndësishme janë aromat. Dhe po ndjej aromën e mirë. Po ndjej aromën e mirë. Ne po bëhemi gati të kemi një aromë të re dhe shumë të mirë në këtë studio. Ikim bashkë me Suljanin atje në këtë këndin tonë të prezantimit. Dr. Scent Albania. Po, sa bukur. Kemi të bëjmë me një brand i cili operon në 40 shtete dhe është siguruar që gjithë eksperjenca sjell edhe në Shqipërinë tonë të dashur në mënyrë që nga shtëpia, nga një hapësirë e vogël deri në 1200 metër katror, ne mund të sigurohemi të kemi një aromë të jashtëzakonshme që mund ta zgjedhim pa zhurmë, kontrolluar nga teknologjia dhe duke u siguruar që të prezantohemi në mënyrën më të drejtë të mundshme. Breeze of Joy. U përshtata me ambientin. Breeze of Joy, flat kënaqësie. Dhe në fakt duket sikur aromat, edhe përmes asaj çfarë psikologja na tha në studio, ka një ndikim të drejtë për drejtë në gjendjen tonë mentale. Bëheni vetes shumë të thjeshtë, por në fakt neve më të thjeshtë akoma na ka bërë Dr. Scent. Jam shumë gati Alma të prezantoj disa produktet e këtij brendi që në fakt e bën ditën. Për gjithë ju që ishit shumë të shqetësuar se çfarë duhet më blinit mua për Krishtlindje, ja ku është dhurata ideale, sepse paketimi është jashtëzakonisht i bukur. Pra zbuloj çfarë ka brenda. Edhe do të zbuloj edhe se çfarë ka brenda në mënyrë që t'ia tregojmë edhe publikut. Përveç se një broshurë që na tregon konkretisht gjithë manuali e këtij produkti, çfarë ne kemi tjetër, jam lejo ta kthej në ekranin. Do ndihmoj unë për ta treguar siç duhet tek publiku. Kemi një paketim floral për ta patur sa më të këndshme kudo që ta vendosim në shtëpi apo në biznesin ton, sigurohemi që të ketë një pamje të këndshme për syt. Dhe çfarë është tjetër e rëndësishme është që aroma përhapet në gjithë ambientin. Ju duhet siguroheni që thjesht kjo aparaturë e shpërndarjes me shumë qetësi të aromës të jetë e përshtatshme për biznesin tuaj. Vjen së bashku përveç aparaturës së bashku me vajin aromatik shoqërues në bazë të sipërfaqes që ju keni zgjedhur dhe përmes teknologjisë ju e kontrolloni në çfarë do lloj momenti, por funksionon me orë të tëra pa dashur që ju të shkoni dhe të ndryshoni manualin e saj dhe e them edhe një herë me shumë qetësi. Pra ju nuk do ta ndjeni në asnjë moment që kjo aparaturë po e kryen funksionin e saj dhe është shumë e rëndësishme. Nuk ka asnjë zhurmë të pakëndshme që është prezente në ambientet ku ne po kalojmë. Çfarë do të tregosh ti? Të kohës, po tregoj opsione, çfarë mundësish na ofron Dr. Scent nga difuzorët e ndryshëm.
tek sprej të pëlhurave, tek sprejt aerosol. Janë format të ndryshme, pajisje të ndryshme që mund të japin ambientit ton aromë më të këndshme. Ja, për shembull, shiko çfarë kam në dorë. Edhe mua, për ta nxjerrë produktin, do më ndihmosh pak? Të ndihmoj unë patjetër. Por, ajo çfarë unë gjithashtu dua të shtoj është që kemi të bëjmë me vajra esencial, totalisht të shëndetshëm dhe e di që një pjesë e mirë e prindërve janë shumë të shqetësuar edhe për të vegjëlit e tyre, totalisht miqësor, sepse janë të certifikuara nga organizata ndërkombëtare e fragrancave, e aromave. E shëndetshme, totalisht ndihmuese, e bën vendin mikpritës, e bën jetën më të thjeshtë dhe për gjithë ata si unë dhe Alma që her pas here presin miq në shtëpi, besoni, është mënyra më mirë për t'i respektuar me një aromë të këndshme dhe të shëndetshme. Sidomos duke ditur që ne po bëhemi dhe jemi krenar për këtë, një nga vendet lider në turizëm, rajone edhe më tej, dhe strukturat akomoduese, sidomos ato që janë të shtrira kudo në Shqipëri, me hapësirat e tyre gjigande dhe të kuruara në detaj, duhet sigurohen që aromat jetë ftuese, mikpritëse dhe tjetë duhura. Kështu që përsa kohë zgjedhin pajisin e duhur, përsa i përket sipërfaqes dhe këtu flasim për metër katror, ne shkonim deri në 1200 metër katror. Dhe mjafton të bëjmë kombinimin e duhur të aromave në secilën hapësirë, qoftë në hallin e hotelit apo në dhomat e respektive. Kemi siguruar që brendi ynë të ketë gjithë trajtimin e duhur luksos që shkon për 4-5 yjeve që kemi në hotel. Është pikërisht kjo pajisje, Alma, e cila mbulon pikërisht të sipërfaqe 1200 metër katror. Është ideal për hallet e hoteleve, për hallet e vendeve me një sipërfaqe shumë të madhe që patjetër mirëpresin shumë njerëz dhe frekuentohen shpesh. Bashkë me këtë pajisje dhe me çmime totalisht të përballueshme, totalisht tolerante dhe në qoftë se i vëmë përballë benefiteve dhe të mira që ne marrim nga pikërisht këto pajisje, por megjithatë aromave të mira në përgjithësi janë ku e ku. Kështu që ndjen aromën në studio? E gjej aromën, në studio. Domethënë, një prezantuesi kolege jone shumë e famshme ka thënë, sikur ta ndjeni dhe ju përmes ekranit. Deri tek publiku. Jo, sot shkon brendi në mënyrën më të mirë të mundshme. Aromën do duhet ta blini produktin për ta patur në shtëpinë tuaj dhe vërtet për të luftuar dhe ato aromat e pakëndshme që mua më shqetësojnë shumë në kuzhinë. Sado që unë jam vërtet shumë e kujdesshme për çdo hapësirë që të ketë aromën e duhur, duke patur një produkt, sigurohem që kuzhina ta ajrose gjithkohës, por nuk mjafton. Më duhet vërtet një aromë e mirë, e cila arrin të bëj punën e aspiratorit. Atë punën që aspiratori nuk ma kryen siç duhet asnjëherë. Dhe fundfulli do gatuhem se kuzhina është për të gatuar, nuk është një aksesor. Kështu që për sa kohë kemi gjetur zgjidhjen e duhur, nderohemi edhe me mishin na vin, se vjen Syriani tek unë dhe thot pastaj çfarë arome të keqe kishte shtëpia Almës. Do ishte e tmerrshme. Zgjidhjen e ke gati dhe jam shumë i lumtur që Florenca nuk na zbuloi sekretin e sot që herët kemi aplikuar Dr. Scent Albania dhe studia fatmirësisht dhe këtë mund të na konfirmojnë të ftuarit nuk ka marrë erën e gatimit që ne po përgatisim sot. Rëndësia aromave u shpjegua më së miri nga psikologja që ishte pak më parë, për treguar se si nëse zgjedhim aromën e duhur ne kemi lidhur dhe kujtimet me të, kështu që kushdo që në shtëpi ka fëmijë dhe dojnë ata të kenë përvojën më të mirë teksa qëndrojnë orë të tëra dhe luajnë me prindërit e tyre, të sigurojnë që kanë edhe aromën më miqësore dhe që është totalisht e sigurt për gjithë familjen. Jam i sigurt. Ne po bëjmë zgjedhjet tona, cilën aromë do të jetë? Doktori aromave apo Dr. Scent është shumë tolerant edhe do i marrim të gjitha. Nuk do mërzitet as pak me mua, sepse unë jetoj në një ambient shtëpie që për hir të vërtetës ka një sipërfaqe të konsiderueshme dhe unë do të zgjedh pajisin e duhur që mbulon sipërfaqen. Shtëpia ime është 76 metër katror. Për shtëpinë time më duhet patjetër të kem një nga këto aparatura diffuzor që arrin e largon. Po, unë më pëlqen shumë paketimi, më pëlqen shumë dizajni. Këtë e ke dhurat nga Dr. Scent. E kam. E ke dhurat nga Dr. Scent. Pra, më shkon për shtat edhe me sallonin tim. Sepse dua ta shohin të gjithë miqtë që do vinë, nuk dua ta fsheh askund. Dua të duket aty në pjesën që kam edhe televizorin. Mos e vri mendjen. Bashkë me këtë, më lejo më prit. Çfarë tjetër? Më llastoni sot se unë jam anviz edhe Syriani nuk e gjykon askush kur shkojnë tek shpeti. Mua më gjykojnë funditës. Më prit aty sepse po tregoj aplikacionin që unë kam në telefon. Që është Dr. Scent dhe në Play Store. Aty ju duhet krijoni llogarinë tuaj, është si çdo llogari që funksionon me rrjetet sociale apo me një akaunt që ne hapim. Është shumë e thjeshtë. Aty regjistroni të dhënat, aty pastaj bëhet një përshkrim i qartë i gjitha procedurave të nevojshme që ne ta kontrollojmë në mënyrë
remotely, pra nga distanca, si çdo pajisje smart që ju keni në e kontrollojnë nga telefoni. Pra, të ka thënë Syriani Alma që shiko se po vi për drek, ti s'ke nevojë të shkosh në shtëpi me Të shkoj ta gjej ku e kam aparaturën, ashtu me një frymë, thjesht hap telefonin, aty në aplikacion, aktivizon pajisjen, ajo bën atë sprucimin e ambientit. E nis gatuaj pa u shqetësuar as. Dhe më beson momentin që miku ikën, ti del faqe bardhë. Po si e kam bërë unë deri tani? Është shumë e thjeshtë. Nga telefoni, pra ja, ç'bën teknologjia sot që flasim. Tani, ne i dham sugjerimet tona. Ju do duhet thjesht të mendoni se çfarë vjen për hapësirën tuaj. Syriani bëri dhuratat e tij, unë do t'i bëj dhuratat e mia, ndërkohë ju bëni mirë të bëni zgjedhjen e duhur për gjithë familjen tuaj, që është Dr. Sent Albania. Që mund ta gjeni lehtësisht në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook, TikTok apo në websajtin e tyre zyrtar albania.dr / sent.com dhe aty keni një shpjegim të mirë të historikut të këtij brendi që në fakt ka përdorur në 40 shtete dhe po e sjell në Shqipëri. Bëni më të mirën për familjen tuaj. Ne kthehemi vetëm pas pak me të tjera sugjerime.